Mirë se erdhët në gjithçka rreth makinave dhe në këtë video do t'ju flas për 10 makinat që ju japin pamjen e pasanikut, por kushtojnë sa një celular. E kush tha që duhet të jesh milioner që të dukesh si një i tillë? Sot do t'ju tregoj 10 makinat që të japin pamjen e një biznesmeni, por realisht këto makina kushtojnë sa një iPhone i ri. Po, e dëgjuat shumë mirë. 1500 deri në 2000 apo maksimumi 2500 euro dhe ti dukesh si një shef korporate. Makina që të bëjnë të ndihesh si boss. Në vend të parë qëndron një gjermane, BMW seria 7, vitit 2003 deri në vitin 2006. Kur je duke ngar një BMW të tillë dhe më pas e parkon, të duket vetja sikur ke zbritur nga një takim me aksionerët. Por në fakt ke dal nga lagja me 1500 apo 2000 euro maksimumi. Makina të mira në fakt janë luksoze për kohën dhe mirëmbajtja e taksat vjetore që ato kanë nuk janë pak. Në vend të dytë qëndron një tjetër makinë që është një gjermane, një CLK e vitit modeli 209, pamje si për të fejuar me vajzën e pronarit. Por kujdes me kambiot automatike, nuk janë dhe aq të mira. Janë makinat vogla, praktike për të ngarë, edhe sigurisht janë shumë të shpejta. Në vend të tretë, një Jaguar XF viti 2008 deri në vitin 2010. Mark aristokratësh, çmim për njerëz normal dhe vetëm mos pyet për pjesët e këmbimit edhe mos dërgo mesazh një miku a njeh ndonjë servis që merret me këtë lloj makine. Në vend të katërt është sërish një gjermane, Audi A8 e vitit 2005. Kur do të dukesh si shef komisariati apo shefi policisë së qytetit, por ke buxhet studentor dhe maksimumi që ti mund të bësh me këtë makinë është ta veshësh me xhama të zi. Në vend të pestë është një Lexus LS 430. Të ofron qetësi dhe rehati që vetëm japonezët ta ofrojnë. Është e përshtatshme edhe për yoga. Makinë që t'jep respekt dhe ke qef ta shohësh kudo që eshe të parkuar. Në vend të gjashtë është një Chrysler C300, makinë që të bën, domethënë që makinë që t'jep vlerat e një reperi amerikan, por në fakt ti je nga Durrësi, Kuksi, Fieri, Vlora, Tirana e kudo qoftë. Në vend të shtatë është një Volvo S80 dhe nëse ti do të dukesh serioz, pa shpenzime të mëdha, kjo makinë është për ty. Dhe me që ishim tek qytetet, kjo është makinë për korçarët dhe gjirokastritët. Në vend të tetë është një Forestrat X5 seria E53, sigurisht që është një SUV luksoz, Forestrat që s'të lë asnjë lek në xhep në fakt kur nuk ja bën shërbimet në kohë, sidomos kur vajnë nuk ja ndron për një kohë të gjatë. Janë shumë delikate BMW-t, Në vend të nëntë është një S-Class V220. Është një nga ato pak makina që edhe pse është e vjetër në moshë, nuk e ka humbur akoma dinjitetin. Të nga së është një të tillë të duket vetja sikur ke çliruar gjysmën e Shqipërisë, sidomos kur je në rrugë, qëndron vetëm mes, nuk mban asnjëherë krahun tënd. Dhe në fund fare është një Audi A6 C6.
Është një makinë që kur do të dukesh si menaxher, por ti paguhesh si praktikant. Shumë e mirë në fakt, por shërbimet edhe ky Audi i do në kohë. Sot vendosa ta bëj pak më zbavitës të gjithë informacionin që kisha përgatitur për ju, me pak doza humori, pasi në fund të ditës nuk ka rëndësi se çfarë makine ke, rëndësi ka se si ti kujdesesh dhe e mban makinën. Por nëse do të dukesh i pasur me buxhet të vogël, tani ti e di se ku duhet kërkosh. Mos harro, mos e gjyko makinën nga mosha, por shihe njerë nga pamja që të jep kur e lë diku të parkuar. Bashkë shihemi në videon e ardhshme dhe mos harroni të bëni subscribe. Për ju është thjesht një klik, ndërsa për mua është më shumë, është motivim. Shihemi në videon e ardhshme.